Këta janë dy kinezët e arrestuar nga Drejtoria e Krimit Kibernetik në Policinë e Shtetit, të cilët akuzohet se kanë ngritur një skem mashtrimi përmes faqeve të falsifikuara të postës shqiptare. Cun Feng Fan, 51 vjeç dhe Haike Yan, 45 vjeç, në vetëm 4 ditë qëndrimi në Shqipëri, kanë mundur të vjedhin të dhënat e mbi 5.000 qytetarëve, duke krijuar një faqe interneti identike me atë të postës shqiptare, për të mashtruar qytetarët e për të mbledhur të dhëna personale bankare. Burime pranë policisë bëjnë me dije se për llogaritja shumës që rrezikonte të vidhej përmes skemës mashtruese të kinezëve shkon rreth 5 miliard lek apo 50 milion euro. Dy kinezët pasi erdhën në Tiranë për të vijuar aktivitetin kriminal u akomoduan në një hotel shumë afër qendrës së kryeqytetit. Krimi kibernetik ka rënë në gjurmët e grupit të kinezëve nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të dark web dhe burimeve të hapura në internet, të cilat pasi janë verifikuar kanë çuar në identifikimin e tyre. Si rezultat u çel një procedim me metoda speciale hetimi i cili përfundoi me sukses. Dy të arrestuarit kishin për qëllim në Shqipëri vetëm krimin e infrastrukturës dhe mbledhjes së të dhënave, më pas vjedhja e parave nga llogaritë bankare do të bëhej jashtë shtetit. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientin ku qëndronin, u gjetën dhe u sekuestruan 17 telefona, një laptop, 12 pasaporta, 11 karta bankare, 7 karta identiteti, një patent dhe shumë aparash në valuta të ndryshme. Hetimi është në vijim dhe nuk përjashtohet mundësia të ketë edhe bashkëpunëtor të tjerë.